Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Dëmtohen stolat në parkun dhe shëtitore në qytetit. Bashkia vonon investimet për rregullimin e tyre. Bashkia e Lushnjës ka nisur riparimin e stolave në lulishtën e qytetit, për më shumë komoditet për qytetarët. Rreth 10 stolave prej betoni ju është hequr zgara e drurit prej disa javësh dhe nuk janë zëvendësuar akoma, duke e bërë të pamundur për qytetarët, kryesisht të moshuarit dhe fëmijët që kalojnë më shumë kohë në park, të ulen. Vetë qytetarët jashtë kamerave shprehen të indinjuar për këtë situatë absurde. Disa prej tyre përdorin gazeta ose kartona për të ulur, por me kohën e lagësht dhe të ftohtë ekziston rreziku që të sëmuren. Gjithashtu në gjendje të mjerueshme janë edhe stolat e shëtitores, por sidomos stolat para bashkisë, për të cilët një vit më parë televizioni ynë bëri një kronik, por gjendja vazhdon e njëjtë, me gozhd të dala, dërrasa të hequra e të kalbura, plehra të hedhura. Dëmtimet e investimeve publike vijojnë të mbeten një shqetësim serioz për Bashkinë Lushnjë, por dëmtimi i stolave ka ndodhur nga mosmirëmbajtja nga ana e bashkisë, nga kushtet atmosferike dhe nga dora e qytetarëve të ndryshëm të papërgjegjshëm, të cilët nuk vendosen para përgjegjësisë. Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim në rrjetet sociale me qytetarët, kur foli për arsimin, tha se 238.000 nxënës marrin sot libra falas dhe brenda mandatit të 4 rroga mesatare mësuesve do të jetë 1.250 euro. Kryeministri Edi Rama në bashkëbisedimet në rrjetet sociale pyetje përgjigje me qytetarët ka folur për arsimin dhe investimet në shkolla. Kryetari i Partisë Socialiste Rama tha se 238.000 nxënës marrin sot libra falas dhe përsëriti se brenda mandatit të 4 do të bëjnë rrogën mesatare të mësuesve 1.250 euro. Shkollat ishin mysybet dhe të gjithë prindrit ishin të detyruar t'i blinin vetë librat për fëmijët e tyre. Ndërsa sot 238.000 nxënës i marrin librat falas. E ti thua, s'ka fëmijë. Paga mesatare e mësuesit sot është dyfishuar krahasuar me kohën kur ne morëm detyrën, ishte 420 euro, sot është 950 euro dhe brenda mandatit ton 4 do të jetë 1.250 euro. Në ndërkohë, po të them gjithashtu se deri në fund të mandatit ardhshëm 430 shkollave të reja që kemi ndërtuar dhe shtohen dhe 200 të tjera. Kur ne morëm detyrën s'kishte laborator, s'bëj fjalë, kishte ca klasa me kompjutera që nuk ndizeshin e që quheshin laborator. Sot kemi laborator inteligjent në 320 shkollë. Dhe brenda mandatit 4, numri i laboratorëve inteligjent do të jetë 1.000, që do të thotë asnjë nxënës nuk do të mbetet pa akses në mësimin e teknologjisë digjitale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin me sindikatat e bashkuara të pavarura të Shqipërisë firmosi kontratën për amendimet dhe statusin, që do të jetë realitet në 100 ditët e para të qeverisjes demokrate. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në një takim me sindikatat e bashkuara të pavarura të Shqipërisë. Kontrata që firmosim sot, bashk për amendimet dhe statusin, ju jap fjalën e nderit se në 100 ditët e para të qeverisjes demokratike do të jetë realitet, tha zoti Berisha. Unë jam sot këtu për të firmosur para jush kontratën me ju të përfaqësuar nga zoti Gzim Kalaja. Për të garantuar ju se ajo kontrat do zbatohet nen për nen dhe pik për pik. Madje do zbatohet për naftën, minjerat, metalurgjin dhe do zbatohet me një ndjesë publike ndaj jush, që 100 ditë të para do kalojmë ligjin për minimumi jetik. Minimumi jetik do t'jetë për çdo shqiptar,
për çdo pensionist që merr ndën 200 euro, për çdo të pa punë, për çdo person në ndihmë ekonomike. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha foli edhe për tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë në fjalën e tij. Shqipëria nuk do ketë asnjë tarifë për mallrat amerikane dhe jam i bindur se kjo gjë do ndodh edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pasi t'i heq Shqipëria, tha Berisha. Ne do bëjmë gjithçka që Made in Albania të mbush tregjet shqiptare, tregjet e botës. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një sistem tarifash sepse të gjithë kanë patur tarifa ndaj tyre. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta, ta ditë ta mësoni të vërtetën. Të gjithë këta që qahen sot kanë patur tarifa. Shqipëria do ketë asnjë tarifë për mallat amerikane. Dhe jam i bindur që kjo gjë do të ndodhë edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara pasi t'i heqim ne. Policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit ka arrestuar disa persona për vepra të ndryshme penale. Një 37 vjeçar banues në Divjak ka goditur me grushte kushëririn e tij dhe i ka dëmtuar dyqanin. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Divjak arrestuan në flagrancë shtetasin EQ. Policia e Lushnjë referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AK, 74 vjeç, banues në Lushnjë pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. Kurse policia rrugore referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për dy 16 vjeçar, pasi u kapën duke drejtuar automjete pa leje. Gjithashtu policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasin RM 30 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me grushte dhe me send të fortë xhaxhan e tij, dhe procedoi penalisht shtetasit BH 51 vjeç dhe FN 32 vjeç, të dy banues në Roskovec, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë kanosur një 37 vjeçar. Dhe specialistët e Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi ditën e djeshme është gjetur e vetvarur në oborrin e banesës së saj në fshatin Usoj, shtetasja TZ, 88 vjeçe, e cila vuante nga depresioni. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, priti në një takim delegacionin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE, ODIR, të kryesuar nga ambasadori Lamberto Zanier. Kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, priti në takim delegacionin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE ODIR-it të kryesuar nga ambasadori Lamberto Zanier. Gjatë takimit u prezantua një tablo e plotë e përgatitjeve për zgjedhjet e 11 maj 2025, procesin e regjistrimit dhe ecurinë e procesit të votimit nga jashtë dhe u adresuan të gjitha çështjet me interes për ekipin e zotit Zanier. Diskutimi u fokusua edhe te masat për të garantuar integritetin e procesit dhe transparencën e administrimit zgjedhor. U informuan me hollësi mbi përpjekjet institucionale bashkë me SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme për të luftuar krimet zgjedhore dhe shmangjen e përdorimit të burimeve shtetërore në fushat. Në vijim, misioni i vëzhgimit të OSBE ODIR zhvilloi takime edhe me trupat e tjera të KQZ-s, përfshirë Komisionin Rregullator dhe Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, për të siguruar një vëzhgim të plotë dhe gjithë përfshirës të procesit zgjedhor. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim. Fundjavë të këndshme.